Siç e dini të gjithë, kemi filluar 16 ditët kundër dhunës. Unë doja të shpërndaja me ju dhe doja të thosha të gjitha grave që mos të kenë frikë dhe mos të heshtin nga dhuna. Secila prej jush mund të kalojë një dhunë psikologjike, dhunë sociale apo dhunë fizike. Prandaj do ju kërkoja shumë të raportoni në kohë, mos të heshtni dhe mos të keni frikë. Ne si bashki jemi këtu për të mbrojtur qytetarët, për të mbështetur viktimat, për të dhënë një kulturë midis barazisë. Dhuna nuk është e pranueshme te ne. Ajo nuk ka vend në familjet tona, në komunitetin ton. Prandaj, do dëshiroja shumë që të gjithë së bashku të ndërtojmë një qytet të sigurt, human dhe me shumë vlera. Më vjen mirë që komuniteti që është mbledhur këtu ka edhe burra dhe gra, se dhuna nuk është personale vetëm e grave, është në familje. Unë doja të flisja një çik për dhunën digjitale, meqense këtu janë prindër. E gjithë dhuna që vjen për interneti, kemi dëgjuar që po vriten fëmijët nga bisedat që bëjnë në internet, vajzat po marrin rrugët jo të mira, jo ashtu si duam ne që të shkojnë për shkolla për gjëra. Është e gjitha puna në jetën digjitale. Duke qenë në jetën digjitale, ato vinë dhe ju dhunojnë dhe ju fëmijët. Mos kujtoni se ju vetëm u dhunoni fëmijët apo dhunojnë gratë. Vjen dhe fëmia pastaj, pasi ka dëgjuar, ka ndryshuar mënyrën të menduarit, mënyrën sepse është jetë virtuale, ajo s'është reale. Dhe vjen dhe ju dhunon dhe juve në familje, dhe unë kam raste plot, në të cilat djemt vinë edhe dhunojnë prindrit, baballarët. Për këtë çfarë duhet bëjmë? Duhet ta nisim nga ju. Të kujdeseni për fëmijët tuaj. Të tregoni rrezikun që sjell. Janë rrezike sepse themi që në adoleshencë bëhen gabime. Po këto janë gabime të cilat rëndojnë për të jetën. Duhet të keni kujdes në dhunën që i ndërtohet atyre nëpërmjet, se e dhunojnë duke nxjerrë një fotografi, pastaj ajo vajzë dhunohet nga të gjithë. Dhe janë pasojat fatale. Duke nxjerrë një armë, një gjë sepse është mosha adoleshente. Duhet jeni ju shumë të kujdesshëm si prindër.